Përshëndetje shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus. Kriza e gjeopolitike në lindjen e mesme ka shtuar shqetësimet për një krizë të re inflacioniste dhe efekte të mëtejshme, të mundshme negative mbi ekonominë. Për të folur lidhur me pritshmëritë e lidhura me këtë krizë, kemi të ftuar në podcastin ton zotin Erald Themeli, drejtori i Departamentit Politikave Monetare në Bankën e Shqipërisë. Zoti Themeli, përshëndetje, mirë se erdhët. Ju falenderoj për ftesën, kënaqësi të bëjmë të bisedë bashkë. Duke nisur, kuptohet nga premisa që edhe kjo krizë gjeopolitike është e vështirë për të parashikuar në kozgjatjen apo qoftë edhe në intensitetin e vetë të plot. Por nga ajo që ka ndodhur deri tani dhe nga analizat tuaja, cilat mund të jenë efektet e pritshme të kësaj krize për ecurinë e çmimeve të konsumit? Besoj për dëgjuesin tuaj është e qartë natyra e krizës, origjina e saj dhe të themi ndikimi primar, që është rritja e fortë e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, e cila më tej shoqërohet me një efekt kaskad potencialisht edhe në rritje të çmimit të lëndëve të tjera bazë, disa prej cilave kanë filluar, si për shembull alumini, por edhe të fertilizuesve të cilët përdoren në bujqësi dhe mund ndikojnë më tej çmimet e produkteve bujqësore. Megjithatë, duke ndetur në momentin fillestar që jemi, është e qartë që kjo goditje, e cila siç e thatë ju origjinon nga tensionet gjeopolitike dhe konflikti ushtarak në lindjen e mesme, është një goditje oferte. Për sa kohë ajo materializohet, impaktin fillestar e ka në rritjen e çmimeve të naftës, ajo përbën një goditje oferte për të gjitha ato ekonomi, të cilat janë importuese të këtij produkti, por natyrisht ndërto bëm pjesë edhe Shqipëria. Goditjet e ofertës në natyrën e tyre janë ndër goditjet më problematike për të vlerësuar në impakt, por edhe për të trajtuar me anë të politikave makroekonomike dhe më konkretisht me anë të politikës monetare. Pse e them të? E them sepse efektet në aspektin cilësor apo në kahun e veprimit të tyre, pavarësisht intensitetit që do të marrin, do të jenë një rritje e inflacionit në raport me ato nivele të cilat ishin para krizës, apo në raport me ato nivele të cilat priteshin para kësaj goditje, dhe po ashtu këto goditje tentojnë të kenë një ndikim negativ frenues në ritmet e rritjes ekonomike. Natyrisht ka shumë faktorë që janë në lojë, qoftë faktor direkt, qoftë faktor indirekt, të cilat besoj do kemi kohë të shtjellojmë gjatë bisedës tonë. Por ajo që dua të them tani është që ndikimi i pritur është një inflacion disi më i lartë në raport me atë që ne prisnim ose në raport me atë që ne kishim, dhe potencialisht edhe një ndikim negativ në ritmin e rritjes ekonomike. Natyrisht Banka e Shqipërisë ka vlerësime, ka skenar për të gjithë këto eventualitete, por siç e thatë dhe ju, pasiguria në momentet aktuale është e lartë. Është e lartë sepse siç mund të jenë të ndërgjegjshëm dëgjuesit e këtij podcasti, edhe volatiliteti i naftës në tregjet ndërkombëtare është i lartë. Pra nëse do të shikonim një grafik të ecurisë të këtij çmimi, do shikonim luhatje të mëdha, shpesh edhe brenda ditës, por në horizonte javore janë edhe më të dukshme, ku çmimi i naftës tenton të kapë ekstreme rreth nivelit $110-115 për fuqi, dhe po ashtu ka pasur episode kur çmimi i naftës ka tentuar të bjerë në nivele $80-85-90 për fuqi, që gjithsesi mbeten më të larta se ato që kishim në muajin shkurt para fillimit të goditjes, kur në interes të dëgjuesit po them që nafta ishte rreth nivelit $67-70 për fuqi, pra mbeten më të larta se ato nivele, por jo aq të larta sa ekstremet që ka shnuar volatiliteti i kësaj jave. Jemi afërsisht prej 2 muajsh në kushtet e një çmimi më të shtrenjtuar të karburanteve, shtrenjtim që ka arritur një pikë prej afërsisht 30%, ndoshta në momentin më të lartë, pastaj është stabilizuar disi, por me këto çmime nafte që deri tani nga aq sa kemi parë nga statistikat kanë sjellë një rritje shumë të lehtë
të inflacionit në raport me muajin paraardhës, por nëse çmimi i karburantit do të qëndrojë afërsisht në ato nivele që kemi parë këto 2 muaj, sipas atyre që ju i quani skenar bazë, cila do të jetë dinamika e inflacionit gjatë muajve në vazhdim, pra cilët janë skenarët tuaj, qoftë po themi në disa intervale të përafërta. Dua të theksoj së pari faktin që ndikimi i konfliktit dhe i rritjes të çmimit të naftës në surinë e inflacionit në vend ishte i pranishëm që në muajin mars. Për këdo që tenton të shfletoj dhe të konsultoj publikimet e Instatit mbi esurinë e indeksit të çmimeve të konsumit, mund ta shikoj që çmimi i naftës në Shqipëri ose inflacioni i kategorisë të naftës, i cili përfshihet në nxërin shërbime ndaj mjeteve personale të transportit, kishte një rritje prej 17% në muajin mars, rritje vjetore, e cila u përkthye në një kontribut pozitiv në inflacion, pra bëri presion për një rritje të inflacionit në nivelin 0,5 pikë përqindje gjatë muajit mars. Nëse shikojmë mesurinë e inflacionit nga shkurti në mars, ky tregus u rrit me vetëm 0,1 pikë përqindje nga 2,5 në 2,6, për faktin sepse kontributi pozitiv në 0,5 pikë përqindje i naftës u kompensua nga rënja e inflacionit të ushqimeve me 0,4 pikë përqindje, e pa lidhur kjo me ecurinë e çmimit të naftës, po koinciduan në të njëjtin muaj, dhe ndikimi ishte më i butë. Është e qartë, kuptohet në varësi të kohëzgjatjes të këtyre çmimeve të larta të naftës dhe edhe të intensitetit të këtyre çmimeve të larta të naftës, që efekti primar direkt 0,5 pikë përqindje, rreth 0,5 pikë përqindje, të qëndroj në inflacion edhe për të paktën 2 ose 3 mujor. Pra mund të themi që një impakt prej 0,5 pikë përqindje është e arsyeshme të pritet në horizonte afatshkurtra për ekonominë shqiptare. Ndërkohë, ajo që ka aq rëndësi sa ndikimi direkt, ka të bëjë edhe me kanalet indirekte të transmetimit të çmimit të naftës. Unë po përmend disa për në interes të plotësisë bisedës dhe të kuriozitetit të dëgjuesve tuaj. Sipas analizave tona, bazuar në të dhënat e disponuara, çmimi i naftës përbën rreth 6% të kostove mesatare të prodhimit në ekonomi. Që do të thotë që rritja e çmimit të naftës tenton të rrisë kostot e prodhimit për mallra dhe shërbime, përfshirë ato që janë pjesë e shportës së konsumit, në mënyrë proporcionale me rritjen e çmimit të naftës në vend, dhe mëtej të bëhet premis për një rritje të mëtejshme të inflacionit. Po ashtu është normale të presim një inflacion më të lartë në partnerët tonë tregtar dhe kryesisht vendet e rajonit dhe ato të eurozonës. Në parantezë theksoj që të gjithë parashikuesit makroekonomik i kanë rritur pritjet ose projeksionet e inflacionit në eurozonë në një interval 0,6-0,7 pikë përqindje. Që do të thotë që edhe një kategori çmimesh, mallrash importi konsum me destinacion konsumin, do të tentojnë të jenë më të larta. Pra edhe inflacioni i importuar mund të jetë një kanal tjetër i cili të ndikojë në ecurinë e çmimeve të konsumit dhe inflacionin në vend. Megjithatë ka edhe disa faktorë që dua t'i nënvizoj për të theksuar faktin që ekonomia shqiptare përballet me këtë goditje të radhës, do të thoja, nga pozita mjaft më të favorshme se përballja ose episodet që kemi përjetuar në goditjet e mëparshme, ku dua të veçoj atë që ishte më e ngjashme, rritjen e çmimeve në tregjen ndërkombëtare që pasoi konfliktin në Ukrainë. E parë punës, sepse rritja e çmimit të naftës deri tani në tregjen ndërkombëtare është pothuajse e krahasueshme, ndonse më e butë se ajo që pasoi konfliktin në Ukrainë. Por ajo që është më e rëndësishme për momentin, rritja e çmimit të naftës ka mbetur e izoluar ose pothuajse izoluar në kategorinë e produkteve energjetike. Pra çmimet e ushqimeve në tregun ndërkombëtar, pavarësisht faktit se pritjet për të ardhmen janë që do të vinë në rritje, ende nuk kanë reflektuar të plot këtë goditje. Kjo është e para. E dyta që dua të theksoj është fakti që ekonomia shqiptare ka bërë një progres relativisht të konsiderueshëm në rritjen e eficiencës të përdorimit të burimeve energjetike. Pra nëse shikojmë faktin se sa konsum
produktesh energjetike, kufus si naftën, ashtu edhe energjinë elektrike, I duhet ekonomisë shqiptare për të prodhuar një njësi të vlerës të shtuar, në harkun e 2 dekadave kjo eficiencë është pothuajse dyfishuar. Që do të thotë që kemi një farë shkallë më të lartë mbrojtje dhe rezistence ndaj këtij kanali. Po ashtu e treta, që është po aq e rëndësishme, është fakti që ne hym në përballjen ose fillojmë përballjen me këtë goditje nga pozita mjaft më të favorshme makroekonomike. Pse e them këtë? E them për faktin sepse ekonomia shqiptare ka pasur një progres jo të vogël në përmirësimin e parametrave kryesor të ekuilibrave makroekonomik. Pra në harkun kohor të 3-4 viteve të fundit, fus edhe periudhën e pandemisë, edhe konfliktin në Ukrainë, ne kemi pasur një rënje të njëkohshme të deficitit llogarisë korrente, deficitit buxhetor, borxhit publik dhe borxhit huaj. Po ashtu kemi një rritje relativisht të konsiderueshme të rezervave valutore të Bankës së Shqipërisë dhe pa që rëndësishme është fakti që kemi prime mjaft të ulta rreziku në sistemin financiar, që do të thotë kemi një kredibilitet të shtuar të agjendëve ekonomik ndaj aftësisë të ekonomisë shqiptare për të përballuar këtë goditje. Pse është e rëndësishme kjo? Kjo është e rëndësishme për faktin sepse hapësira që kanë politikat ekonomike kryesore, politika fiskale dhe politika monetare për të reaguar në funksion të përballimit të kësaj goditje janë mjaft më të larta se ato që ekzistonin deri para 2 vjetësh. Megjithatë, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, natyrisht që ne kemi bërë projekcionet tona për ecurinë e inflacionit në skenar të ndryshëm të rritjes të çmimit naftës. Këto skenar natyrisht janë të rrethuar nga pasiguri të larta, por ajo që mund të them është që deri në nivele të çmimit të naftës, të cilët shkojnë në kufirin e $120-130 për fuqi, inflacioni në vend do të tentoj të kërcej mbi objektivin e Bankës së Shqipërisë 3%, por nuk do të ketë një shkëputje të madhe dhe afatgjatë nga ky objektiv. Që do të thotë, goditja në çmime do tentoj të jetë një goditje tranzitore në harkun kohor të inflacionit për një periudhë afatmesme. Pra do të ndjek një kurb në rritje derisa të shfaq nivelin maksimal, niveli i cili mund të jetë në skenar ekstrem ndoshta 2 pikë përqindje më i lartë se objektivi jonë, ndoshta në skenar ekstrem, jo në rrethanat aktuale, por më tej do të tentoj të konvergjoj në objektivin e Bankës së Shqipërisë në mënyrë graduale dhe pa kosto të mëdha mbi aktivitetin e ekonomisë në vend. E rëndësishme për publikun është të kuptojmë që në luftën në Ukrainë, inflacioni në Shqipëri pati një rritje deri në një nivel që shkoi 8.3%. Pra ishte një goditje mjaft më e fortë, ishte një goditje e cila erdhi në rrethana ku hapësirat e reagimit të politikës monetare dhe fiskale ishin më të vogla, ishte një goditje në rrethana ku kredibiliteti i agjendëve ekonomik ndaj reagimit në kohë dhe eficient të autoriteteve publike mbetej për të testuar, por megjithatë ne patëm një ecuri relativisht pozitive dhe të suksesshme në përballimin e kësaj goditje. E rëndësishme për publikun e gjerë është kuptohet fakti që në momentin që kemi një goditje oferte për një mall i cili nuk ka zvendësues, pra elasticiteti i kërkesës për këtë produkt importi është relativisht i ulët, natyrisht që impakti në çmime është thuajse i pashmangshëm. Por ajo që ka më shumë rëndësi për ecurinë e treguesve kryesor makroekonomik, përfshi inflacionin dhe ritmin e rritjes ekonomike, është ky impakt të mbetet tranzitor, afat shkurtër, dhe mos shkaktoj shtrëmbrime në strukturën e aktivitetit ekonomik apo në vendimarrjen afatgjatë të agjendëve ekonomik. Pra mos lërë gjurmë të cilat janë të lexueshme në ecurinë ekonomike të vendit në një horizont afatgjatë.
Me përjashtim të efektit direkt, po themi, të çmimit të naftës mbi kostot e prodhimit, cilat mund të jenë kanalet e tjera të transmetimit të efekteve të kësaj krize në ekonominë shqiptare? Shiko, krizat dhe goditjet të cilat ka natyrë të jashtme dhe një natyrë globale, duhet teksuar, nëse do ishte një krizë lokalizuar në një zonë gjeografike, do ishim në një realitet të ri. Tentojnë në radhë parë të gjenerojnë një farë pasigurie në agjendët ekonomik. Pra çdo media që mund të hapësh, çdo kanal televiziv që mund të ndjekësh, e ka në qendër të vëmendjes ecurinë e çmimit të natës dhe natyrisht çdo operator i ekonomisë në sektorin privat, qoftë në nivel familjar, qoftë në nivel biznesi, kërkon qartësi në vendimarrjen e tij afatgjatë. Pra është elementi i pasigurisë në lidhje me kosgjatin, në lidhje me impaktin, në lidhje me intensitetin, ai i cili tenton të amplifikoj impaktin e këtyre goditjeve në treguesit kryesor. Për te i pasigurisë, e cila është e lexueshme në ecurinë e tregjeve ndërkombëtare, është më pak e lexueshme në ecurinë e tregjeve shqiptare dhe në vërejtimet e besimit që ne kryejmë në mënyrë periodike. Janë edhe kanalet e kostove indirekte, pra si rritja e çmimit të naftës do të ndikoj kostot e prodhimit për ekonominë shqiptare dhe më tej si kjo kosto e rritur do të ndahet midis biznesit dhe konsumatorit. Pra sa kjo kosto e rritur do të tentoj të përcillet në çmimet finale dhe në inflacion, dhe sa kjo kosto e rritur do të tentoj të absorbohet, ka themi, një margj më i ulët fitimi për bizneset, për periudha natyrisht afatshkurtra. Pra këto janë dy kanalet kryesore për te asaj që e tham edhe më përpara, pra ndikimit që do të ketë në partnerët tanë tregtar, në kërkesën për madra dhe produkte shqiptare, po edhe në koston e artikujve të importit, qofshin këto me destinacion konsumi, qofshin këto edhe me destinacion konsumit të ndërmjetëm apo kostosh për produktet e tjera. Qartë. Në qoftë se pastaj shkojmë pak më tutje për të kuptuar ato që mund të jenë efektet e një niveli më të lartë të inflacionit mbi performancën e ekonomisë, pra mbi rritjen ekonomike. A keni, po themi, tashmë projekcione lidhur me mënyrën se si inflacioni pak më i lartë do të ndikojë me shumë të ngjarë, ndoshta në ritme pak më të ngadalta të rritjes ekonomike, apo jo, e kurrizuar kjo nga efekti direkt i rritjes së çmimeve, pastaj në mënyrë ndoshta të paevitueshme edhe nga normat më të larta të interesit, apo jo, sepse nëse flasim për inflacion më të lartë, logjika sugjeron që edhe normat e interesit duhet të përshtaten me këtë ecuri të inflacionit. Natyrisht rritja e normave të interesit është një opcion që nuk mund të përjashtohet nga Banka Qendrore përballë një situate ku inflacioni tenton të rritet, të përcillet në pritjet e agjendëve ekonomik dhe të trupëzohet pastaj në kosto dhe të gjenerojë një trajektore më afatgjatë të inflacionit. Por për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, ka shumë rëndësi fakti nëse goditja rezulton dhe perceptohet si afatshkurtër nga familjet dhe biznesi, apo nëse kjo goditje tenton të zgjatet në kohë dhe të perceptohet si afatgjatë. Pra nëse jemi në rrethanat e skenarit parë, kur kjo goditje është afatshkurtër dhe e limituar të paktën deri në përmaset që ka aktualisht, me shumë të ngjarë ndikimi i saj në vendimet e konsumatorëve për konsum dhe investime do të jetë marginal. Pra mund të jetë i pranishëm, po jo i tillë që të jetë detyrimisht i lexueshëm dhe evident në trajektoret e zhvillimeve ekonomike, për te i faktorëve që mund të ndikojnë të tjerë në ekonomi. Ajo që ne kemi modeluar dhe jemi përpjekur të vlerësojmë, është fakti se sa rritja e faturës të importit të naftës për ekonominë shqiptare do të ndikojë në të themi reduktimin e kursimit. Pra duhet kuptojmë faktin që fatura e importit të naftës për ekonominë shqiptare përbën rreth 2.5% të PBB-s nominale, të paktën sipas të dhënave të vitit 2025. Dhe një rritje e çmimit të naftës në tregje ndërkombëtare në horizontin 30-40%
kuptohet që gjeneron pavarësisht çfarë elasticiteti mund t'i vëmë kërkesës për naftë, kuptohet që gjeneron një impakt prej 1% disbursim fondesh që duhet për të financuar një konsum të rritur, një import të rritur të çmimit naftës. Megjithatë edhe këtu duhet jemi të kujdesshëm. Fakti është që gjatë vitit 2025, 2024, 2025, konsumi në vend ka qenë në rritje, dhe vitit 2025 shënojnë norma më të larta të rritjes konsumit në raport me vitin 2024, por megjithatë nuk ka ndjekur ritmin e rritjes të prodhimit të brendshëm bruto apo të ardhurave të disponueshme të ekonomisë shqiptare. Që do të thotë, gjatë këtyre 2 viteve, familjet shqiptare kanë rritur relativisht normën e konsumit në raport me të ardhurat e disponuara. Dhe shumë e natyrshme të mendosh që një pjesë e faturës të rritur të importeve të naftës të absorbohet në formën e një norme relativisht më të ulët kursimi për vitin 2026 dhe mos të përkthehet e plot në reduktim të kërkesës për madhra dhe shërbime të gjeneruara në vend, të cilat do të përktheshin në rritje më të ngadaltë ekonomike. Megjithatë, po ashtu është i qartë fakti që edhe ky ndikim është vështirë të jetë në nivelin zero dhe vlerësimet tona tregojnë që do të ketë një impakt negativ për vitin 2026 në raport me rritjen që ne prisnim para kësaj goditje. Megjithatë, ky efekt negativ dëshiroj të theksoj që është mjaft i ulët, paktën në vlerësimet tona aktuale është diçka rreth 0,1% të GDP-s, të PVB-s. Por ajo që ka pa rëndësi është fakti që ky impakt negativ për vitin 2026 do të zhbëhet në vitin 2027. Pra, nëse qëndrojmë në rrethanat e një normalizimi të çmimit naftës si pasojë një zgjidhje eventuale të konfliktit në lindjen e mesme në horizont arsyeshëm kohor, atëherë rritja ekonomike në vitin 2027 do të jetë më e shpejtë në raport me trendet që do të kishte në kushte normale, dhe do të jetë më shpejt në nivele të tilla që do të kompensojë edhe ngadalësimin e vitit 2026. Që do të thotë, në rast se supozimet tona rezultojnë të sakta dhe në rast se analiza jonë parafrohet ose konfirmohet nga realiteti, goditja e rritjes të çmimit të naftës në ekonominë shqiptare do të absorbohet më tepër si një goditje nominale, që do të thotë do ketë ndikim të lehtësueshëm në variablat nominal, dhe këtu e kam fjalën në inflacion, kryesisht, por jo ndikim të dukshëm në variablat real, në nivelin e rritjes ekonomike ose në nivelin e mallrave dhe shërbimeve që gjenerohen në vend. Dëshiroj të theksoj gjithmonë këto janë vlerësimet të skenarit bazë. Në rast se situata zgjatet ose përkeqësohet përtej këtyre supozimeve, natyrisht që impakti në ritmin e rritjes ekonomike do të jetë më e madhe, por pastaj mbetet për të vlerësuar edhe çfarë do të jenë temi reagimi i politikave ekonomike, politikës monetare dhe politikës fiskale. Nuk më takon mua të flas për reagimin e politikës fiskale, është diçka që është në diskrecion të qeverisë dhe të procesit politik. Ajo që mund të them është që hapësirat fiskale ekzistojnë, megjithatë dua ta lej këtu komentin. Ajo që mund të them për politikën monetare është që ne mbetemi absolutisht të orientuar nga ruajtja e stabilitetit në afatin e mesëm dhe të gjatë. Ne, objektivi jon, temi primar operacional, është të mos lejojmë që impakti fillestar i goditjes, impakti direkt, ai që është tashmë i lehtësueshëm në normën e inflacionit, të transferohet në pritjet për inflacionin në të ardhmen, të transferohet në çmimet e kontratave, të transferohet në kostot e prodhimit, një goditje fillestare e cila ishte dhe duhet të jetë kalimtare, të bëhet një goditje afatgjatë. Në rast se ne konstatojmë premisa që ky zinxhir efektesh fillon të jetë i pranishëm në ekonominë shqiptare, natyrisht edhe reagimi jon nuk do të mendoj, nuk do të mungoj, në kushtet kur objektivi jon primar dhe i vetëm do të është stabiliteti i çmimeve, por gjithashtu në kushtet kur ne mendojmë që ndikimi i tij
në aktivitetin ekonomik dhe paqja e rëndësishme në stabilitetin financiar është relativisht i përballueshëm dhe minimal. Pra duhet kemi parasysh faktin që bankat qendrore, siç e theksova në fillim të kësaj bisede, kur përballen me goditje oferte, natyrisht kahu në varësi të raportit të ndikimit që kjo goditje oferte ka në inflacion dhe në rritjen ekonomike, por përgjithsisht kahu i reagimit të tyre tenton të jetë në drejtim të shtrëngimit të politikës monetare. Dhe ky shtrëngimi i politikës monetare, varësi të rrethanave në të cilat ndodhet vendi, mund të ketë impakte të padëshiruara në rritjen ekonomike dhe në stabilitetin financiar, në varësi të ekspozimeve që ekzistojnë në sistemin financiar ose në sistemin bankar. Ajo që thash në fillim të bisedës është me rëndësi për të riteksuar si mesazh. Fakti është që bilancet e sektorit bankar dhe financiar shqiptar janë të shëndetshme. Pra kur folëm që politikat monetare dhe fiskale kanë një hapësirë më të madhe reagimi në raport me atë që kemi pasur më përpara, i referohesha dhe këtij fakti. Pra që një reagim i nevojshëm dhe i duhur, potencialisht në drejtim të rritjes të normës të interesit, në rrethanat ku ndodhemi, do të ketë impakt jo negativ në dy treguesit e tjerë. E qartë. Megjithëse në teori ka gjithmonë një lloj debati ose një lloj objekcioni lidhur me atë që mund të jetë efikasiteti i rritjes së normave të interesit në momentet e goditjeve të ofertës, sidomos kur bëhet fjalë për produkte me, po themi, me elasticitet veçanërisht ulët kërkesë, siç e thotë dhe ju, pra si nafta bruto. Është i qartë, po ka një debat të kësaj natyre. Është i qartë fakti që asnjë reagim i politikës monetare nuk mund të çbëjë efekte direkte të rritjes të çmimit të naftës. Pra në momentin që këto çmime rriten në tregjet ndërkombëtare, këto do të rriten edhe në tregjet lokale pavarësisht reagimit të bankës qendrore. Kjo është absolutisht e vërtetë. Po ashtu është e vërtetë që në rast se këto goditje nuk transmetohen në lëkundje të pritjeve për inflacionin, pra nuk ndikojnë çmimet e së ardhmes, po ashtu ndikimi i tyre do të jetë kalimtar. Pra unë theksova dhe ritheksoj që objektivi i reagimit të politikës monetare në rast se do të gjykohet nevojshëm, do të jetë vetëm në prani ose vetëm për të kontrolluar eventualitetin e transmetimit të këtyre goditjeve në pritjet inflacioniste. Ne jemi në monitorim permanent të këtyre treguesve. Ne kryejmë vërtetime periodike me agjentët ekonomik, bizneset, familjet, operatorët e tregut financiar. Një tregues indirekt është edhe pjerësia e kurbave në të normave të interesit, pra tregjet financiare si operator më të sofistikuar tentojnë të reagojnë më shpejt ndaj këtyre goditjeve ose ndaj këtyre rreziqeve do të thoja. Dhe për momentin asnjë nga këto tregues nuk sugjeron që jemi në këto rrethana në Shqipëri. Vërtet nuk ka një luha tjetër. Nuk dua ta përjashtoj edhe një herë mundësinë që ne të detyrohemi të rrisim normat e interesit. Natyrisht dua të ritheksoj që kjo goditje sado e dhimbshme mund të jetë për kategori të caktuara biznesesh apo shtresa sociale, në analizë afatgjatë është e domosdoshme dhe me impakt pozitiv në zhvillimin e vendit në afatin e mesëm dhe të gjatë. Pa duhet kuptojmë që asnjë vend, asnjë ekonomi nuk ka pasur rritje të shpejtë të qëndrueshme, por gjithashtu edhe gjithëpërfshirëse në prani të një inflacioni volatil dhe të lartë. Është një kusht i panegociueshëm i atyre premisave që duhet plotësojë një vend për të patur një zhvillim të qëndrueshëm dhe pikërisht për këtë bankat qendrore janë e para të fokusuara në objektivin e inflacionit, të stabilitetit të çmimeve, dhe e dyta po ashtu të pavarura në vendimarrjen e tyre për të prodhuar për të realizuar këtë objektiv. Një element tjetër, zoti Themeli, kursi i këmbimit në fakt ka qenë një faktor që ka ndihmuar pjesërisht në amortizimin e efekteve të krizës inflacioniste të vitit 2022. Shihni që
një mbishmim i mëtejshëm i kursit të mund të ketë potenciale për të luajtur një rol të ngjashëm edhe në situatën aktuale, për më tepër që duket që edhe në muajt e parë të këtij viti tendenca mbiçmuese e kursit të këmbimit të lekut duket se ka vazhduar, kuptohet megjithëse e kontrolluar deri diku nga ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë. Po, është vërtet, nuk është fare sekret, madje ne e kemi deklaruar vazhdimisht faktin që forcimi i kursit të këmbimit të lekut kundrejt euros gjatë 3 viteve të fundit, 2023, 2024, 2025, ka qenë një nga arsyet kryesore, e cila ka bërë të mundur fillimisht kontrollin e rritjes të inflacionit, më tej procesin dizinflacionist dhe nivelet e ulta të inflacionit, pa detyruar Bankën Qendrore të rrisë normat e interesit për te nivelit të cilët ne kemi rritur. Pra në rast se ne do të kishim një ecuri më të qëndrueshme të kursit të këmbimit, në rast se efekti i tyre dizinflacionist nuk do të ishte i pranishëm, kuptohet që normat e interesit nuk do të ishin në nivelet aktuale 2.5%, po do të ishin dukshëm në nivele më të larta. Pashtu jam dakord me premisën nga e nisët pyetjen tuaj, faktin që këto presione forcuese të kursit të këmbimit kanë qenë të pranishme edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, të shtyra nga të njëjtat fenomene që kanë qenë mbrapa arsyet e këtij forcimi edhe në vitet e mëparshme. Megjithatë, dëshiroj të theksoj që në gjykimin ton, forcimi i kursit të këmbimit ka qenë një fenomen lëvizjesh strukturore të ekonomisë shqiptare, cili ka pak gjasa të përsëritet në nivelet të cilat kanë qenë në pikun e tyre në vitin 2023-2024. Pra, rritja e shpejtë e sektorit të turizmit dhe flukseve valutore të lidhura me të, përfshin në mënyrë indirekte edhe investimet rezidenciale në zonat bregdetare, ishte një fenomen i cili duhet kuptuar si një zhvendosje strukturore, zhvendosje e ekuilibrave të ekonomisë shqiptare në një horizont afatshkurtër kohor. Kursi i këmbimit kaloi nga themi nivelet 125-120 lek për euro, aktualisht rreth niveleve 95-96 lek për euro. Në rrugtim ky rreth 20-25% biçmim. Ka pak gjasa që këto të vazhdojnë. Edhe në të ardhmen me këto ritme nuk po flas për drejtimin e lëvizjes të kursit, cili nëse ekonomia shqiptare nuk do të vuajë shumë efektet e krizës, ka gjasa të vazhdoj të ecë në kahun forcues. Por ndikimi frenues nuk do të jetë aq i fortë sa ai që kemi pasur në vitet e mëparshme, që do të thotë po, do të kemi përfitime nga forcimi i kursit të këmbimit, në masën që ky do të jetë prezent dhe për aq kohë sa do të vazhdoj, por në mungesë të këtij efekti ne do të duhet të bazohemi më shumë në reagimin e politikës monetare me norma interesin, nëse do të jetë nevojshme, për të kontrolluar nivelin e inflacionit dhe për të garantuar stabilitetin e çmimeve. Do të themeli, faleminderit. Ju falenderoj dhe juve.